Në këtë pjesë të dytë do të ndalemi tek muzika e veriut pikërisht në zonën e Mirditës. Atje do të kemi një këngëtar të ri nga Mirdita, i cili në fakt ka studiuar në liceun Jordan Misja këtu në Tiranë, që në moshën 14 vjeçare në fakt ka nisur rrugtimin e tij artistik. Sot është sërish vazhdon të jetë shumë i ri, vetëm 26 vjeç, po e shohim që edhe performancat të festivaleve nuk mungojnë, pra duket se i ndarë mes muzikës tradicionale dhe asaj të lehtë, po jam e sigurt që për muzikën e veriut do të flas sot me shumë pasion, por së pari le ta shohim të na interpretojë një nga këngët e tij më të fundit, të shoqëruar me një videoklip shumë të bukur, shumë e harreshme, siç gjithmonë janë këngët e veriut. Ronaldo Mesuli, e ndjekim. Dasma e traditës e për cjell sot vajzë nanat bukrën e Mirditës. Bini, bini ju tu pana nan hijet të mrizit, e për cjell sot vajzë nana ma të mirën e fisit. Zoti bukuri, kratë bilibilit malit, ti e drita e syve t'mi, mori lullia e alit. Bukurinja more zanës, moj sy shkrumja e lalës, rezentia more hanës, qo e nisja valës. Me tu pana këni zbalja dasma e traditës, e për cjell sot vajzë nanat bukrën e Mirditës. Bini, bini ju tu pana nan hijet të mrizit, e për cjell sot vajzë nana ma të mirën e fisit. Hajde prapti asajane, prej ka ti e nise, se ke lan një zemër nane, prag pune shtëpise. Sot e ke ditën ma t'bukur, mos haro me ardhe, nikona ke banet lumtur, pa qfatin e bardhe. Me tu pana këni zbalja dasma e traditës, e për cjell sot vajzë nanat bukrën e Mirditës. Bini, bini ju tu pana nan hijet të mrizit, e për cjell sot vajzë nana ma të mirën e fisit. Dasma e traditës, e për cjell sot vajzë nanat bukrën e Mirditës. Bini, bini ju tu pana nan hijet të mrizit, e për cjell sot vajzë nana ma të mirën e fisit. Mesuli, faleminderit shumë. Faleminderit Ronaldo, faleminderit për performancën tënde. Eja ulemi. Ronaldo, shumë ritmike, kënga jote, këngë shumë e bukur, edhe videoklipi gjithashtu shumë i bukur, kështu që të falenderoj për gjithë atmosferën që krijove në studio. Faleminderit shumë për ftesën, për mua është kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit. Edhe ti vjen për herë të parë në studion ton, kështu që kemi përgatitur një profil për Ronaldon, e ndjekim dhe kthehemi në studio. Me tu pana këni zbalja dasma.
Ronaldo Mesuli është një këngëtar i ri shqiptar me origjinë nga Mirdita, me një pasion të madh për muzikën tradicionale. Ai e nisi rrugtimin e tij artistik në moshën 14 vjeçare, pranë liceut artistik Jordan Misja në Tiranë, ku hodhi hapat e parë drejt formimit profesional në fushën e muzikës dhe më pas në Universitetin e Arteve për klarinet. Sot, ai ka krijuar repertorin e tij, edhe pse vetëm 26 vjeç, duke sjell disa këngë tradicionale të zonës së Veriut, ku ndërto përmendim e bukura e Mirditës, këngë e cila është bërë edhe shumë virale në rrjetet sociale. Por jo vetëm, krahas muzikës tradicionale, Ronaldo Mesuli interpreton edhe muzikë të lehtë. Ndërkohë, vetëm para pak ditësh, ai prezantoi një tjetër këngë tradicionale, dedikuar sërish Mirditës së tij të zemrës, Shmëria e Oroshit. Ronaldo, më trego pak fillimet e tua në muzikë? Se ti je shumë i ri në fakt, duhet thënë, por gjithsesi ke filluar, ke bërë videoklipe, ke marrë pjesë në festival, dhe ke zgjedhur të lëvrosh kryesisht zhanrin e veriut, sepse ti vjen prej andej, apo jo? Po, zhanrin me të cilin u rrita me pasionin që burrat këndonin pjesën e muzikës tradicionale, i këndonin atë dheut, i këndonin dashurisë pastër për familjen, edhe kështu me radhë, dhe është ndjenjë shumë e pastër t'i këndosh vendit tënd dhe traditës së vendit tënd. Pra, burri që është burr këndon. Këndon. Në verë, duhet të këndoj, se ndryshe s'quhet. Dhe do këndoj. Dhe do këndoj. Dhe ti ke vendosur të sjellësh edhe këngët që ti zgjedh të këndosh. Çfarë janë këngët të cilat i kanë kënduar më herët artistë të tjerë të muzikës popullore, apo ti do të kesh atë në repertorin tënd? Po. Kryesisht këngë që pjesa që ne mund të japim dhe mund të transmetojmë është pjesa e burrërisë, pjesa e trimërisë, pjesa e besës, pra që ndërlidhen bukur dhe japin një mesazh të fortë se si të mbajmë familjen dhe si ta trashëgojmë pjesën e artit burimor. Ti vetë nga e ke trashëguar zërin tënd? Unë e kam nga Xhaxhai, sepse Xhaxhai ka marrë pjesë në festivalin e Gjirokastrës shumë më herët, por fakti që mundësia, ekonomia dhe shumë gjëra të tjera i lanë pezull, por e kanë ndjek dhe fati deshi që unë ta ndjek edhe nga ana e shkollës, edhe ke ecur në gjurmët e tia, vendos se ta kesh në profesion. Por është genetike dhe është, unë ndjej shumë fat. Bukur. Ke studiuar ndërkohë në liceun artistik? Jordan Misja, këtu në Tiranë? Në lice jam diplomuar për instrumentin e klarinetës, pastaj vazhdova studimet e larta në Akademinë e Arteve, ku diplomova për pedagogji të përgjithshme muzikore, Fakulteti Muzikës, dhe pastaj zgjodha po prap atë që më fali natyra. Zërin, ti dedikohesh pikërisht zërit tënd të bukur që ta ka dhuruar natyra, genetika, edhe të realizosh këngë të bukura. Unë edhe një herë të komplimentoj për videoklipin që ne sapo ndoqëm, por ndërkohë dua të sjell edhe një performancë të shkurtër që ti ke pasur në festivalin e kaluar, në festivalin e këngës në radio televizion, në zemër. Atëherë, ta ndiqim pak të këngë dhe ta kujtojmë së bashku dhe të na e komentosh. Sa jam gjallë, syt nga ju i kam, vetes nuk ja fal, kohë mos gjej për ta, do të sekret, çdo gjë që më dhat, në tokë unë e kam shek, bengun plot me mal, aty nis gjithçka, aty e kam thënë, fjalën time pa, Muzikë e lehtë. Muzikë e lehtë, forma se si të shprehim dashurinë dhe ndjenjen për prindrit, kryesisht, për gjithçka ata bëjnë për neve, dhe duhet veçuar sepse ata bëjnë gjithçka kur nuk kanë mundësi. Dhe ne duhet të shprehim dashurinë nëpërmjet këngës dhe
sikur na jep mirënjohës që mund t'japim për këtë. Me që ti e nje muzikën, pra nje gjuhën e muzikës, di të interpretosh një instrument muzikor, ke kompozuar vetë? Do të kompozosh, ke në plan, të vjen të kompozuarit? Them sinqerisht, kënga që do jetë e radhës është e krijuar nga unë, edhe teksti dhe muzika, dhe mendoj që do jetë diçka shumë e bukur, sepse tentova. Bukur, përrem suksese. Faleminderit. Muzikë të Shqipërisë së Jugut, do provosh të këndosh ndonjëherë? Apo është Kam provuar, por kryesisht kur kam qenë me mish të afërt që nuk ma marrin për dobësi. Duhet të perfekcionohesh akoma, besoj. E kam ndjerë të arsyeshme të bëj gjithmonë atë që unë djem më mirë dhe atë që di të bëj më mirë, dhe këtu kam qëndruar dhe këtu jam ndjerë rehat. Edhe pikërisht, ti ke zgjedhur muzikën mirditore, muzikën e vendit tënd, atë për cilën të rre zemra dhe që ti e ndan me shumë dashuri me të tjerët. Unë të uroj shumë suksese dhe të falenderoj që ti sot me mua. Nasi edhe për mua. Faleminderit shumë. Mirë. Sigurisht Shqipëria e Mesme nuk mund të mungojë sot në programin ton. Dhe pikërisht për cilë këtë atmosferë, ne do cillim për të gjithë ju të dashur teleshikues një përshëndetje që këtë herë na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është pikërisht Merita Halili, bilbili i këngës të Shqipërisë së Mesme, e cila bën një përshëndetje dhe një improvizim enkas për ju të dashur miq. Le ta ndjekim. Përshëndetje Rudina. Përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë me rastin e festave të nëntorit. Dhe tani do këndoj një këngë të kompozuar nga Raif Huseni për Marigon, e cila ka qëndisur flamuren. Nëntori dytë moj historike, Marigon në vajzë fisnike, që qëndise këtë flamur, gjithë shqiptarët në botë me umbur more. Nëntori dytë moj historike, Marigon në vajzë fisnike, që qëndise këtë flamur, gjithë shqiptarët në botë me umbur more. Faleminderit shumë Merita Halili, të duam shumë, të përqafojmë fort. Shumë faleminderit. Do të dajmë këtu, kemi pak publicitet, kthehemi pas pak me të tjerë këngëtar të ftuar në studio.